Gjithashtu, namazi, për të kuptu rëndësinë e namazit, në bën të kuptojmë edhe ajo se njeriu pikë së pari në ditën e gjykimit do të pyetet, do të merret në llogari për namazin. Nëse me namazin i ka punët mirë, atëherë edhe me punët tjera, me hakët tjera, dhe Allahu Zëleshanu që i ka edhe me ato inshallah do të jetë mirë. Por nëse nuk është në rregull me namazin, atëherë është problem puna e tij. Për këtë flet edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ku këtë hadith e transmeton Tabraniu në Ausatin dhe në As-Saghir. Thot kështu: La imana liman la amanata lahu. Nuk ka besim të plot ai që nuk e mban amanetin. Dhe nuk ka namaz ai që nuk ka pastrim. Domethënë ai që nuk hyn i pastër në namaz. Dhe nuk ka fe wala dina liman la salata lahu. Dhe nuk ka fe, domethënë të plot, kuptohet, ai person i cili nuk ka namaz. Do të thotë, nëse nuk fal namaz, konsiderohet se nuk ke fe. Domethënë, kuptohet, dietarët e kanë shpjegu, nuk ke fe të plot. Prandaj vazhdon hadithi, thot roli i namazit në fe, çfarë rëndësie ka në fe, është sikur roli i trupi i kokës në trup. Nëse njeriu nuk e ka kokën, a mund të jetoj trupi i tij? Nuk mund të jetoj. Andaj, edhe ai person i cili nuk e ka namazin, edhe feja e tij nuk mund të jetoj. Vdes feja e tij, shuhet feja e tij. Ne nuk mund të themi se ai që e pranon namazin dhe nuk e fal, ama e pranon, nuk mund të themi se nuk ka fe, por është në rrezik. Është në rrezik të madh ai person. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, roli i namazit në fe është një lloj sikur roli i kokës në trupin e njeriut. Prandaj ne duhet kujdes të veçantë dhe të madh të kushtojmë namazit dhe faljes së namazit.